Në Lulishten pranë teatrit Pigjeni në Shkodër u zhvillua aktiviteti mjedisor sensibilizues me moton Një pemë për të ardhmen në kuadër të ditës ndërkombëtare të pyjeve. Aktiviteti mblodhi të rinj të shumt, të cilët morën pjesë në mbjedhjen e pemëve dhe luleve, duke dhënë një mesazh për rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit. Ky akt është një iniciativë e mbështetur, siç e thash, nga të rinjve për me sigurisht me rrit ndërgjegjësimin e të rinjve, për me mbajt mjedisin pastër, me pasuru hapësirat e gjelbërta me pemë të ndryshme dekorative dhe me ju shërby komunitetin. Është një motivim dhe një përkrahje që duhet me i dhanë mjedisit, për vetëm në arsye sepse duket qartë që mjedisi është gjëja më e rëndësishme për momentin në botë, sepse po shohim probleme ndryshme që po ndodhin. Ne jemi sot këtu për një Shkodër sa më të pastër. Atëherë çdo pemë që ne mbjellim sot është për një të ardhme sa më të bukur dhe më të pastër. Në këtë aktivitet ishte e pranishme dhe drejtoresha Shërbimit Social në Bashkinë Shkodër, e cila theksoi rëndësinë e këtyre nismave për gjelbërimin dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve mbi kujdesin për natyrën. Janë të rritë e qytetit tonë që duan që të kenë një mjedis sa më të bukur, sa më miqësor, sa më të gjelbërt, dhe për të bërë diçka tjetër për të shtuar gjelbërimin, kanë zgjedhur pikërisht teatrin se është në qendër, dojnë që t'i shtojnë më tepër vizibilitetin, bukurinë të vendit kaq të bukur. Ky organizim u mbështet nga Qendra Rinore Atelier, Bashkia Shkodër, Save the Children dhe organizata të tjera lokale. Pjesëmarrësit të pajisur me mjete pune dhe dorashka mbollën pemë dekorative dhe lule, duke kontribuar në zbukurimin e sipërfaqeve të gjelbërta të qytetit.